Mos ma prek familjen, një protest kundër të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTQIA+. Më 15 nëntor, në sheshin Skënderbej, shqiptarët do të tubohen për të protestuar në mparullën Mos ma prek familjen. Por pyetja që lindë është, për cilën familje protestojnë këta njerëz? Për atë që braktiset, që largohet çdo ditë nga Shqipëria dhe nuk kthehet, apo për atë që dhunohet, përdhunohet apo mashtrohet nga të afërmit e vet? A ka ndonjë protest për gratë që vriten nga bashkëshortët e tyre, për vajzat e përdhunuara nga baballarët, xhaxhallar dhe kushërinj, për fëmijët viktima të dhunës në familje? Jo. A kemi dëgjuar ndonjëherë që një person gay, lesbike ka përdhunuar abuzuar me ndonjë minoren? Ajo çfarë ekrani ynë televiziv apo në telefon mbushet me meshkuj këta meshkuj të këtyre familjeve të shëndosha që abuzojnë fëmijë. Një grup meshkujsh, po i quajmë meshkuj por në të vërtetë janë mostra, abuzuan me një minorene në Kosovë. Rasti tjetër ai në Kukës, tjetri ai në Këlcyr. Rasti tjetër ai i Sarandës që babai abuzonte me vajzën e më pas i sillte vajzës shokët apo shokun në shtëpi. Rasti i Patosit babai përdhënoi vajzën minoren. Daja në Elbasan abuzoi me mbesën raste të tilla, ka plot në dosjet e policisë së shteti e prokurorisë. Pastror, priftërinj që abuzojnë me minoren gazetat janë të mbushura plot. Por më plot janë muret e shtëpive ku ka vitima pafund që nuk flasin nga turpi e nuk kërkojnë ndihme. Prandaj kjo protest nuk bëhet për të mbrojtur familjet shqiptare, pasi po të bëhej për të mbrojtur familjen shqiptare shqiptarët, duhet të ishin ngritur nga varri me kohë për të protestuar për çdo viktim. Ajo bëhet për të penguar ligjin e barazisë gjinore mes burrit dhe gruas, dhe për të sulmuar të drejtat e komunitetit LGBTQIA+. Në vend që të merren me dhunën reale, padrejtësinë dhe abuzimin, disa organizata, kisha dhe grupe politike manipulojnë popullin për të mbushur sheshin me protestues dhe xhepat e tyre me fonde. Është e turpshme se si qytetarët shqiptar lehtë manipulohen, bëhen pjesë e spektaklit, duke u shndërruar në populli më qesharak në Evropë, ndërkohë që viktimat reale të dhunës dhe padrejtësisë mbeten pa zë dhe pa drejtësi. Mesazhi është i qartë. Nëse doni të mbani familjen, filloni duke mbrojtur ata që janë vërtet të rrezikuar, jo duke përdorur moralin si fasadë për të penguar të drejtat e grave dhe komunitetit LGBTQIA+. Protestoni për çdo grua të vrarë, për çdo fëmijë të abuzuar, kjo është protesta e vërtetë e jo ajo që këta palo pastor duan t'ju bëjnë të besoni.